Tregjet e kryeqytetit sot po dominohen nga pakënaqësia e qytetarëve, rritja e ndjeshme e çmimeve të perimeve, nga domatet te specat e deri te patatet, kanë ngjallur reagime të shumta. Konsumatorët ankohen se shtrenjtimi është i tepër dhe i papërballueshëm për buxhetet familjare, duke e bërë gjithnjë e më të vështirë sigurimin e produkteve bazë. Shumë prej tyre, pazari i përditshëm nuk është më një rutinë e zakonshme, por një sfidë që kërkon llogaritje të kujdesshme dhe shpeshherë sakrifica. Po, dhe unë shpenzoj më shumë, sepse jam vetëm, por është rritur në krahasim me pensionin tim. Kjo është shumë shtrejt, po. Ima. Po ka afërsisht 30%, po, nuk kanë fuqi blerjeje. Për shkak të rritjes së çmimeve të perimeve, një qytetare bëri të ditur se ndonjëherë detyrohet të shpenzojë pothuajse të gjithë pensionin e saj. Nuk vërehet, nëse kam para do të blej. Tani nuk e di si ta përballoj, pothuajse i gjithë pensioni shkon. Ndonjëherë po. Prima shumë shtrenjtë, janë rritë shumë primat. Po çka më thonë, shtash për shtash, spesi shkon 300 dinar kilja, paligjon 25. Shtrenjtë. Moj, këtë milion unë është, jo këtë, po këtë. Më nëjere hiq, nëjesër dalë. Nëse kjo prirje vazhdon, frika e qytetarëve është se edhe produktet më bazike do të kthehen në luks të paarritshëm për një pjesë të madhe të popullsisë.